por e kam thonë edhe një intervistë tjetër, kam interpretu për shembull, ishte non Tereza kur ishte goxhe, është një shfaqje që kena vendosur në vitin 2016-2017. Dhe kisha rolin e kaçakut, i cili takohet me non Terezën, dhe ishte një emocion i veçantë. Ju e dini pak a shumë se që është kaçakut, se si është rrugë, shtëpia, se si ka problem. Edhe tu taku me non Terezën në të kohë kur ishte goxhe, partnerja ime, pra që ishte goxhe në të kohë, pa u bën Tereza. Kishim një komportim me njëri tjetrin të jashtëzakonshëm, sa që për çdo shfaqje në rritnin plot të dyve. Dhe kisha emocion sepse përpara kisha non Terezën, nuk kisha aktorën, kisha non Terezën.